Emocionet e basketbollit e Kosovës vazhdojnë në Pej, në palestrën Karagaçi, ku do zhvillohet ndeshja e dytë e gjysmëfinales mes Pejës dhe Bashkimit. Dy skuadra me shumë renome dhe me shumë histori në basketbollin e Kosovës. Të ndeshën për herë të dytë, pasi që në ndeshjen e parë në Prizren, kujtojmë që skuadra Bashkimit dominoi duke triumfuar me rezultatin 81-61. Kujtojmë që skuadra Bashkimit ka siguruar gjysmëfinalen, duke e ditur që e ka mbyllur edhe sezonën si e para, skuadra më të konsistente me 20 fitore dhe 8 humbje në 28 ndeshje të zhvilluara gjatë sezonit të rregull, kurse Peja që mbylli sezonën e rregull si e pesta me 14 fitore dhe 14 humbje eliminoi në çerek finale skuadrën e Golden Eagle Yllin në 3 ndeshje. Ndeshja fundit në Suareg ishte kruciale dhe të e rëndësishme ajo fitore e Pejës, duke triumfuar me rezultatin 79-84. Peja që nuk tregoi një ndeshje të mirë ndaj Bashkimit në ndeshjen e parë, do të kërkojë që të paktën provoj të shtyjë festën, të mos ta ketë në Prizren në Sezari Styroj, festën e finales. Bashkimit që mungon të jetë pjesë e finales së basketbollit të Kosovës që nga viti 2018. Andaj edhe skuadra Bashkimit jo rastisht edhe ka dominuar edhe ka qenë e para në Superligën e basketbollit të Kosovës, duke pasur edhe një roster të jetë kualitativ, sidomos me ardhin e Green, edhe së fundmi edhe të Williams që ndihmuan Tej Mase që Bashkimit ketë edhe një kualitet më shumë në lojën e basketbollit, sidomos në lojën ofenzive. Njashtu edhe në gjysmë të sezonit, edhe ky njeri që shkon në plan të parë, bëhet fjalë për Jankovic, trajnerin kroat, dhe në anën tjetër edhe Peja që gjatë këtij sezoni ndroi 2 trajnerë, edhe së fundmi tashmë që ka vazhduar play-offin me kryetrajnerin Krashovec. Mbaruar përmendim tash edhe treshën e gjystarëve të tjetë të huaj. 3 gjystarët që është në krye me Yilmaz, gjystari parë Mitrovski dhe Sakaxhi. Janë 2 gjystarë tjerë dhe janë këta gjystarë që i shohim edhe në plan të parë. Paruar përmendim tash edhe pesët startuese të skuadra vendase e Pejës. Pesë do nisë me Arti Ajdarin, Marquez Town, Daryl Marcel, Ron Ukaj dhe Benas Graciunas, ndërsa të skuadra Bashkimit pesë do nisë me Smith, Dirk Williams, Valon Bunjaku, Eric Copes dhe Lejson Zeqiri. Lejson Zeqiri që padyshim këtë që ka qenë një nga lojtarët më kvalitativ në aspektin e lojtarëve vendor, vazhdon të jetë edhe një nga shtyllat bazë të skuadrës së Bashkimit. E kujtojmë që Bashkimi do të provojë që të mbyll llogaritë sa më herët që është e mundur me skuadrën e Pejës, më pas të presë edhe rivalin apo kundërshtarin e finales. Do të presim dhe ta shohim sa do të jetë Peja, a do të jetë falë Prishtina apo Trepça. Kujtojmë që seria e asaj gjysmëfinale u barazua në 1-1 për të parë se doja dalë Peja të veprojë siç bëri edhe Prishtina dje në kryeqytet, duke fituar ndaj skuadrës së Trepçës. Shëndet Llapi, Arti Ajdari, Da Silva, Marquez Town, Daryl Marcel, Ronuka Jamino, Dardan Berisha, Tristan Ikve, Benas Griciunas, Ken Matoshe dhe Andi Amedi. Kjo është edhe rosteri skuadrës së Pejës për ta parë edhe rosterin e skuadrës së Bashkimit, i cila është me kapitenin Artin Morina, Fis Shashari, Max Smith, Dirk Williams, Valon Bunjaku, Eric Copes, Besim Butici, Wendell Green, Samir Zekici, Meriton Ismaili, Gjevejës McKinnis dhe Lejson Zeqiri. McKinnis që mungoj në ndeshjet e fundit të sezonit të rregullt, shkaku që theu dorën, dhe kujtojmë që skuadra e Bashkimit që afroi së fundmi edhe Eric Copes për herën e dytë, do të jenë një aventurë tjetër me Bashkimin për Eric Copes, një nga qendra që ishte edhe të jetë kualitative, kur ka qenë edhe herën e parë si pjesë e skuadrës së Bashkimit. Për dëgjuar edhe himnin shqiptar më pas, por të kthyer pas pak. Në këtë sezon, si edhe edicionin e kaluar, seritë e gjysmëfinales dhe finaleve do drejtohen nga gjyqtarët e huaj, edhe pse dje ngjallën shumë polemika, sidomos në atë depërtimin e të Kelly Cotton dhe mbrojtjen e Jordan Davis sipas gjyqtarëve që e thënë si një faul dhe shumë skeptik. Ishin shumë tifaz të skuadrës vendase, por një
veprim që gjallë, apo në gjalli mjaft shumë edhe reagime nga basketbol dashësit e basketbolit e Kosovës. Një atmosferë mjaft të mirë dhe vetë atmosferë presin edhe startën dhe gjambolin e mes Pejës dhe Bashkimit. Valon Bunjakut që këtu e prap të Bashkimi pas sezonit të kaluar me ekipin e Golden Eagle Yllit. Ishte edhe në finale me Yllin për shumë përshën në ndeshjen e pest nga skuadra e Trepçës. Kujtojmë që tashmë seritë e gjysmëfinaleve do të luhen në 5 ndeshje, sa do të finaleve në 7. Dhe fituesi 3 ndeshjeve në gjysmëfinale do të kalojnë në finale, kurse fituesi 4 ndeshjeve të finalet do të shpallet edhe kampioni i Kosovës. Griciunas dhe Kopës. A do t'jenë në gjambol. Kërë trajnerin Krashovec që anë deklarat shumë interesante. Së në mos pas asoj ndeshjes me ndeshjen e tretë në Yllin, ku tha që Peja e luan shumë mirë në ndeshjet si mysafire, duke ditur që kanë shumë presion nga tifozët vendas. Kjo nuk u konfirmua si një provë e vërtet, nuk të quajmë, du e marë parasysh edhe ndeshjen e parë me Sezai Feroje, ku Peja regojnë një ndeshje tjetër dobën në aspektin e sulmit. Gjatë gjamboli, paret janë lojtarët e Bashkimit me topin. Smith e lë për Bunjakun. Dirk Williams, pra Bunjaku. Bunjaku provon shkoj vetë, pasimi është devijuar për Leson Zeqirin. Williams në ballore provon për 3, nuk ka pikë. Griciunas e rebound në mbrojtje. Marques Towns në aksionin e parë Peja. Towns për Arti Ajdari, krijon hapësirën vetë, Ajdari për 3. 5 pikët e para për Pejën me kapitenin Arti Ajdari. Kopës për Leson Zeqiri, luajnë për një në Ranukaj. Levin shumë mirë Lesoni, provon ta byll vetë aksionin, një gjuajt e vështirë Zeqirit i shkurtë. Towns të zbrit është të shpejt e Pejës, për cilë Marques Towns provon shkoj vetë, tjerë topin për Ranukaj, cili eziton në gjuajt e tashmë krijot hapësira që ta bëjt gjuajtën, e mbrojtja e mirë e Zeqirit, për duket që i fundit ke luajtur Leson Zeqirit, shuajmë se cilë do tjetë vendimi Jankovic, sa do e marrë një challenge kërë trajneri i Bashkimit, për duket që do i besoj edhe do e lë vendimin e gjystarëve. Ukaj për Ajdarin, njerë provon për 3 kapiten, njerë shënar. Super start nga Peja dhe super e nisje nga Arti Ajdari. Williams për Smith, Leson Zeqiri. Erojt Bunjaku nga anas, provon për 3, valon Bunjaku, nuk ka pikë. Kopës bën për para Bashkimin e sul. Smith për Dirk Williams. Williams, pasini për Max Smith. Provon me njerë për 3, Smith e por gjuajtja, nuk ka pikë. Vazhdon vuaj Bashkimit gjej pikët e para. Towns në anën tjetër. Towns të viz mirë, Towns provon një gjuajtën e gjysmë distancë, nuk ka pikë. Lufta mes Griciunas dhe Kopës. Vete për para Peja për 3-3, Arti Ajdari, jo kësaj rade. Williams në kundërzbritje. Është i lirë Smith, pasimi për të, Smith provon shkoj vetë, një hapen andër. Takon nga Griciunas. Ja kundërzbritje Ajdarit. Ajdari vështirësi për ta kontrolluar topin, ja den në fund lirohet edhe shërbej sak për Griciunas. Marques Towns. Duhet që kyshe ka qenë gjuajtja e dytë Arti Ajdarit. Towns provon shkoj vetë, në gjuajt e vështirë, nuk ka pikë Bunjaku. Kundërzbritja është 3-2 e skuadrës së Bashkimit, Leson Zeqiri. Williams provon ai për 3, Williams jo për shënuar. Boksauti që mungon dhe Peja, Kopës për 2, më në fund. Vin pikët e para për Bashkimin. Eric Kopës. Towns. Towns për Marcel.
Marcel. Vizja. Gjuajtur prapa me Towns, ja, kërkon kontaktin me Bunjakun, do tjetë regjuajt e tira për Marques Towns. Gjallë njerë. Duele mes Bunjakun dhe Towns. Regjuajt e tira, do tjetë për Towns. Shojnë njerë. Shtirë për ta kompletuar se është shkelur vije në Arti Ajdari apo jo. Shënon e gjuarin e parë të li Towns. Pra në dy posedime tash me vërsia e Pejes. Sak Towns për të dyte. Po ashtu. Saktave në të tretën. 8-2, 3 minutet e para që janë mbyllur në çerekun e parë. Bunjaku. Smith. Bunjaku. E shanë të qiri. Smith pasimi i gabuar. Greciona se vjen topin. Palesuesh me sajdove dhe ishte pasimi Smith. Towns. Towns për Greciona. Zgarma si ja pik të leta do e ndaj lojme në time out. Brek trajneri Jankovic. 10-2 Peja. 8 për para janë ata. Për parë se si do reagoj bashkimi pas time out dhe krye trajneri dhe të tërë. Për parë edhe efektin e time-outit të krye trajnerit Jankovic. 10-2 Peja, një fillim shumë i mirë nga ta. Bunjaku. Servem për Copes. Vazhdon me passion e njëjtë. Skuadra e bashkimit. Zeqiri për Bunjakun. Në 7 sekunda akcioni i skuadrës e bashkimit. Bunjaku blokohet Ukaj. Për Marcel, Towns. Towns pasimi është devijuar nga Williams. Green dhe Morina do inkuadrohen me shumë gjas. Do largohet Altin Morina. Falin balon Bunjaku për të lënë vend për Altin Morinën dhe një ashtu edhe Smith që është larguar. Rëqitje jo edhe aqë që mirë e Smithit në këto 4 minutat e para. Marcel. Bet ekuilibrin për pak edhe topin. Po në fund shërben sakt për Ajdarin, e cilin insiston të shkoj vet. Në fund pasimi për Ukaj nga fërsia pik taleta për Ron Ukaj. 10-2 në ky shifra e përsia e Pejës. Green, pa kanë gjallu është dalur. Pa një faul të Marcel. Kështu thot gjystari Mitrovski. Green. Heroet që veluajtur me Morinën, 8 sekunda, Altin Morina
Rëvan sjell vetë situatën. I këtobi nga kontrolën e fund Marcel që e vjellë. Super mbrojtje nga Peja. Arti Hajdari, një pasim për Towns jo më i miri. Kërkonte Tobi d'ishte lartë Towns. E të dy pikë qënuara për më shumë se 4 minuta e gjysmë nga Bashkimi. Wendell Green, Turk Williams. Roman Filmaj, nuk gjen hapësirën. Topi a ka pasur devjem, jo. Posedimi do t'jetë në Pejën, tjetër top i humbur i skuadrës së Bashkimit është topi i dytë i humbur në pak minuta. Towns. Marcel. Dale në gjysmë distancë, Marcel shënon. 14-2. Dale loja duke që ka disa probleme me shëndetin. Në pjesën e balkonit si snihet në palestër. E deri sot konfirmohet tashmë që gjithçka në rregull me shëndetin e tifozët. Atëherë ndoshta mund të vazhdohen me lojën, e pam që vraponte drejt asaj pjesë të tribunës edhe stafi mjekësor i klubit të Pejës. Një ashtu kanë bërë të njëjtën edhe ata të Bashkimit që duhet të rëkiten dhe të përgëzohen për këtë veprim. E tashmë duket që mund vazhdohet me lojën, konfirmohet që gjithçka në rregull. Kenes do inkuadrohet. Dhe largohet Copes. Marina për Green. Pa besueshme e loja e Bashkimit në sul në këto 5 minutat e para. Green pasimi shumë i mirë për McInnes. Gjertovi për Leksan Zeqire me të pranuar Tomi provan treshin i shkurtër. Marina mban për para Prizrenasit. Green për 3. Asaj nuk shënon. Green si Jonas. E fund më i lartë për të marrë reboundin. Marques Towns. Towns të rriqet prapa. Ndimona Griciunas. Qfar pasin i bukur. Pik të leta për Benas Griciunas. E super assist nga Marques Towns. Që është i 4-ti. Janë alley-oop për McInnes. Pasimi shkon disi për jo për ta kontrolluar si duhet Tomi Sarkanxar. Ja driblemi dy fesh. Top tjetër i humbur i Bashkimit. Towns 14 për para Peja. 3 minuta 50 sekonda lojën në çerekun e parë. Marcel Hajdari. Marcel. Ja, një pasim shumë i mirë për Griciunas. Bime McInnes, tjera pik për Griciunas e 6-ta. Green në aksionin e radhës për Bashkimin. Wendell Green provon çon mbrojtjen në tjetër top i humbur. Ja tranzicioni shpejt i Pejas. Griciunas. Çfarë bllokade nga Altin Morina. Në të tjenë pik të leta për Wendell Green. E pa besueshme çfarë bllokade nga Altin Morina.
Towns. Do inkuadrohet edhe Dardan Berisha për cilën edhe vacionet ku i dëgjojmë në sfond. E parë tifozët e PS që bëhet gati të inkuadrohet ai. Towns. Pasimi për Marcel, 2 sekonda. Në tjetër top e umbër Sara dhe për PN, kjo është i dyti. E largohet Arti Hajdari për të inkuadruar Dardan Berisha. Shojmë chase down blokadën e Altin Morinës dhe pikët e leta më pas për Wendell Green në kundërzbritje. Green eziton në gjuajtje. Nderohet për quajtur me Williams. Dejson Zeqiri, luajnë për një me Ron Ukaj. Zeqiri me një provon treshën, shkon brenda. Dejson Zeqiri. Fillon të gjallë në stojmë skuadra Bashkimit. Dhe vin pikët e para edhe për shtetarin e Prishtinës që bashkua me Prizrena se sezonin e kaluar. Towns për Daryl Marcel. Marcel, një shkaputje, nuk ka pik. Griciunas nuk arrin ta kontrolloj. Ja, do t'jem pik të leta për Altin Morinën. A ka faul, jo, blokon nga Berisha. Ron Ukaj. Marcel në anën tjetër, është i lirë Berisha. Marcel insiston shkoj vetë. Marcel! Mbi McInnes. Gjem pikën e 4, Daryl Marcel. 27-13 për para Peja. 1 minutë e 50 sekonda lojën në përfundim të çerikut të parë. Altin Morina, pasimi për McInnes, tabi umbër Towns. Provon shkoj vend në kundërzbritje Marquez Towns. Pika pas. Green. Është i lirë Zeqiri, jashtu edhe Williams. Green provon dhe kthen topin për McInnes, janë e treshe Dirk Williams në ballore. Kritur disi moralin të lojtarët mysafir. Marcel. Edhe kot faulohen lojtarët e PS nga trajneri Jankovic. Towns nuk ka pik nga vërsia. Ron Ukaj në mundësinë e dytë. 24-10. Wendell Green, Sean mbrojt e për mrekulli, Green ka faul të Ukaj. Dhe qenë 2 quajt e tira për Green. Se dhe ka 2 pik vetëm qënuara në 4 minuta loj. Da Silva, Amin Hot dhe Tristan Ikpe që do inkuadrohen. Griciunas, Ukaj dhe Towns se largohen. Qëllan Green e gjuajtën e parë. E gjuajtën si atashën i tobe dhe Wendell Green. Edhe dhe festa e ti është të jetë interesante dhe të jetë e bukur për ta parë kur shënon treshe. E nuk shënon në të dytën. Veden e 13 për CAPS. Amin Hot. Kërkohet një faul në Hot nga trajneri Jankovic. Nuk faulon Morina, 2 skuadra që kanë faule për dhenë. 2 faule ekipore nga Peja për dalim se vetëm një bashkimi. Berisha shkon vetë, nuk ka pik, Ikpe nuk arrin ta përmirësoj. McInnes më i larti për të marrë reboundin, për cilën tashmë Wendell Green. Green. Richard Propa. Green në ballore treshja. To bërë dhe dole i pa fat Green. Aminot. Hot. Për Marcel, 8 sekonda. Marcel provon të sulmoj, Marcel shkon vetë, Marcel nxjerr topin për Berishën. Mashtron një kundërshtar, Berisha për 2. Shënon në sekondën e fundit, Dardan Berisha. 26-11. Pyllet edhe çeriku i parë. Në favor të Pejes, e Berisha që mbyll. E çerikun e parë me 2 pikë shënuara, më i dalluarit e Pejas, Griciunas me 6. Me nga 5 kontribuan Towns e Hajdari. Për Towns pas të pote edhe 4 asiste edhe 2 rebound. Në anën tjetër të bashkimi me 3 pik Williams dhe Zeqiri që të shënuan nga një treshe
Dërsa Green për pas 2 pikëve që nuar rapat edhe një gjuajt e të lirë të sakë. Në pauzë shkurtër për të kthyer pra me çerekun e dytë. Shohim se a doja dalë të këndellën në fasën ofensive skuadra e Bashkimit apo të vazhdoj të aplikoj një mbrojtje të tillë skuadra e PES edhe në çerekun e dytë. Peshën në parket, guardo nisër e çereku i dytë mes PES dhe Bashkimi 26-11. Çereku i parë. Tjepeja para ajo që do të ketë aksionin në ndeshjen e këtë çerek të dytë. Tepeja, Aminot, Morsel, Ikpe, Da Silva dhe Berisha me këtë peshë mbyllë edhe çerekun e dytë, çerekun e parë në skuadra PES, ndërsa te Bashkimi Green Junior, pas McInnes, Morina, Zeqiri dhe Smedh, ja 2 pikë të shanuara nga Aminot, më nga mbrojtja te skuadra e Bashkimit. Morina. Pasimi për McInnes në top i vjedhur nga Da Silva. Berisha. Aminot. Hot për Da Silva, nëziton në gjuajtje, mbyllet hapësira që e të bën edhe depërtimin drejt koshit. E ka një faul të Smith në Ikpen. Apo është dënë një faul në stund me kundërta, kërkoj falje. Ikpe që ka fauluar Smithin. McInnes. Leson Zeqiri. Smith për Zeqirin. Alten Morina. Berishët propa. Lojnë për një me Berishët. Morina për Zeqirin. Zeqiri provon të rotullohet. Leson Zeqirin i gjuajt e shumë e vështirë, nuk ka pik. Tobe kthehet me fat për Leson Zeqirin. Pika 5 të tiri, bandi 3. Ka dhe një asist po ashtu. Tim pikët e para të Bashkimit në çerekun e dytë nuk bënojnë si që bënuan në çerekun e parë. Aminot për Ikpen. Berisha me njerë provon për 3, ka faul, 3 të lira. Dhe tjenë për Dardan Berisha në mbrojtje e vonshme nga Altin Morina. Kërkohet të thohet e pjesë e parketit. Ka njerë treshja e Berishës, a o gjuajtja për 3 Berishës dhe faul i Altin Morinës. Meriton Ismaili bëhet gati për të inkuadruar. Është në gjallë të largohet Altin Morina.
Shënon Berisha në gjuajtën e parë të lirë. Tre pikë për Berishën. Gabon në këtë dytën. Vete në 16 dhe mërësia e vendasve. Shënon në të tretën. Gjeri sang në tretën time. 30 me 13. 4-2 qeregu i dytë. Green. Pa prani këpen. Green për Smith. Smith heziton në gjuajtje. Vjen ndihmë edhe McKennie. Smith provon të sulmoj përpara. Ka një foul në Smith. Të jenë dy gjuajtje të lira. Ullet Marcel, Marquez Towns në vendin e tij. Dy tira edhe për Smith. Kuptojmë që Smith është ende i pa pikë. Edhe është mundësi reale vërtet që gjej pikët e para. Ka bën Smith në gjuajtën e parë të lirë. Vetëm një top i humbur. Ende për të bërë një statistikë pozitive e Smith. E shënon në të dytën gjuajtjet e lirë. Marquez Towns. Berisha për Towns, ja pasimi për Ikpen, Dardan Berisha, Towns. Towns për Aminot. Towns në garin të kontrolloj topin. Në topi umëri skuadrës së Pejës. E i kënaqur me këtë pak kujdesi të lojtarëve të tij, krye trajneri Krashovec. Dušan Zeciri. Smith. Smith për Wendell Green. Në përnja me Aminot, për cilën Wendell Green, sulmon vetë, Wendell Green, i gjuajtë e vështirë nuk ka pikë. McKennie me rebound në solën e mundësinë e dytë shënon McKennie. Dal nga dal, po provon të afrohet në rezultat skuadra Bashkimit. Aminot për Towns. Hot një pasim për Da Silva. Da Silva provon të lirohet, një gjuajtë shumë e vështirë, nuk ka pikë, nuk ka foul. Ja kundër zbritja shpejt e Green, 3-1 kundër zbritja. Green shkon vetë në layup. Jo për çënuar McKennie nuk arrin ta. Kompletoj një putback në anën tjetër kundër zbritja Pejës. Aminot ndale për 3, jo. Zeciri dhe McKennie nuk arrin ta kontrollojnë reboundin. Trizër, sa i përket blokadave shojmë në favor të Pejës. Da Silva. Towns. Ja një pasim për Da Silva. Da Silva nga vërsia. Ja të elgjem pikët e para brazilianit Julio Da Silva. Edhe pak të vjen një top Aminot. Ismaili për Smith. Kopes bëhet gati për të kthyer në parket për mysafirët. Smith provon shkoj vetë. Smith për Ismailin. Ismaili për Zecirin nga ana, provon treshën. Kobyri dhe dole i pa fat lejson Zeciri. Dardan Berisha. Berisha për Ikpen. Ikpen për Da Silva në aksioni për kryer. I skuadrës së Pejës. Tetër time-out nga krye trajneri Jankovic. 34-16, 18 për para janë lojtarët vendas. 5 minuta 58 sekonda lojë në pjesën e parë. Time-out është i Bashkimit.
Themi pas time-outet atyru nga trajneri Jankovic për parë se si do reagojnë tashmë lojtarët mysafir të Bashkimit. Pas time-outet nga krye trajneri tyre. Zekici për të parë në parket. Për cilur edhe impaktin e Zekicit. Wendell Green. Pa në faul të Da Silvas. Po akcioni tashmë në 14 me ekipin e Bashkimit. Është e faulli 3 të ekipore ekipit të Pejës, duke ditur që ka edhe një faul për dhënë. Peja për para se të kalojnë në bonus ekipi Bashkimit. Smith. Zekici për Lejson Zeqirin, mbrojtja mire Towns. Për cilëm Zeqirin. Zeqiri rotullohen, një gjuajt e shumë e vështiri, mrekullueshëm, Lejson Zeqiri. Plus 1 do tjetë për të, është fauluar në momentin e gjuajtjes. Pika 7 e Lejsonit, ku ka dhe 3 rebound dhe një assist. Ja dhe njerë faulin dhe shtyrin e Towns në Lejson Zeqirin. Ka bën Zeqirin e gjuajtjen e lirë. Oj, va menshëm Da Silva, Wendell Green që avjen topin. 2 tira do t'jenë për të. Ja dhe njerë shojmë jo vëmendjen e Da Silvas me të marrë rebound dhe nervozizmin nga prapa i Dardan Berishës që kërkon tjetë më sy hapur. Vazhdojtari ti Da Silva dhe lojë tash me që ndalje me të një time-out të Pejës. Apo krye trajnerit Krashovec. 34-18 pas time-outit do t'jenë dy gjuajt e tira për Wendell Green. Një nga lojtarët më të mirë që ka ekipi i Bashkimit. Në pauzë shkurtë do të kthyer prapë. Green me 3 pikë shënuara deri tash, ka provuar më herë dy gjuajt e tira. Ka shënuar në njërën. Qalla në gjuajtën e partë të lirë, Wendell Green. Shënuar në të dytën Green. 34-20, janë mbrojtja tërfushën nga lojtarët e Bashkimit. Berisha lirohet ja, ikpevënohet bëj pasimin të Da Silva, cili ishte i lirë në pjesën e lyer apo në kosh. Towns. Janë treshe e Dardan Berishës, shkon brenda. Vanohen në mbrojtje Kobs, për mbyllër hapësirën për një nga basketbolistët më të mirë që ka parë ndonjëherë basketbolli kosovar. Wendell Green, 37-20. Green, Ravan që i vetë hapësirën, Green, Biberishën, Green nuk ka pik. Samir Zekici në ndihmën e Lejson Zeqirit që kontrollon topin. Wendell Green, vjen nga mbrojtja Aminat, Wendell Green, gjerë topin për Zeqirin, Zeqiri për 3, jo. E mbrojtja, apo box-outi nuk funksionon në këtë aksion të Peja. Erik Kobs e bën për para Bashkimin. Wendell Green, sulmon për para, blokohet nga Ikpe. Berisha në kundërshpritje. Numra më shumë në kundërshpritje skuadra e Pejës. Vedi prapa Green, tashmë Dirk Williams edhe Valon Bunjaku që do kthehen në parket. Berisha pretendon që duhet të gjykohet si faul jo sportiv, ai faulli që u bën në të, apo ajo personale që u shkaktua në të.
Pe, nuk ka më faule për dënë. Aminot. Griciunas është kthyer në parket hot. Aminot, pasimi për Griciunas. Më duhet ta mbyll me një hapësirën Samir Zekici. Prerja është e Towns. Vanohet me pasimin Griciunas. Vendos tuaj me Berisha. Berisha për të airball Gjuajtja. Zeciri nuk arrin ta kontrollojë. E ka topin në posedim Bunjaku. Dirk Williams, Farkanxhar, ka një pasim në thelsi për Samir Zekicin, i cili shënon pikët e para. Aminot. Berisha. Ravan, sulmoj vet, pasimi për Griciunas, nuk ka pik, por në thirrje e vonshme ka faul në Griciunas. Do të jenë 2 gjuajt e tira për të. Shënon Griciunas në gjuajtën e parë të dirë. Nga lojtarë më dalluar Tepeja së bashku me Berishën ka nga 7 pikë. Ka mundësi të jetë tashmë ai lideri. Sa i përket pikëve Tepeja. Që ka dhe 3 rebounde. Shënon Griciunas në gjuajtën e dytë të lirë, 39 me 22, 17 për para Peja prap. 3 minuta e gjysmë lojë në pjesën e parë. Samir Zekici për Valon Bunjakun. Bunjaku për Copes. Williams. Pasimi për Zekicin. Aminot për pak vjedh topin. Zekici rotullohet. Zekici në gjuajtje e vështirë përdor tabelën, nuk ka pik. E ka një faul në Griciunas. Faul i fundit që kishin përdhënë lojtarët e Bashkimit. Hot për Griciunas. Hot duhet marrë topin për të kaluar gjysmë fushën. Ja, vazhdon me mbrojtjen në tër fushën skuadra e Bashkimit. Aminot. Hot. Mbyllet hapësira, të rriqet prapa. Luan me Berishën, nga kjo distancë për 3. Tarda Berisha! 22 me 22, 20 për para Peja. Dirk Williams. Samir Zekici në Eurostep. është dalën me faul Zekici. 2 tira do t'jenë për të. Që pikërisht Berisha që ka fauluar nga prapa. Zekici tashmë me 2 gjuajt e tjera. Zekici që ka ardhur nga banka dhe ka kontribuar deri tash me 2 pikë. Vështira parë në vjenet e lirave për basketbollistin që është nga Mitrovica, gabon në gjuajtën e parë të lirë Zekici. Sa në të dytën. Hajdari në parket do largohet Amin Hot. Me 2 pik, kjo asiste dhe një rebound deri tash. Griciunas. Towns dhe marrë përsi për organizimin e aksionit të radhës për Pejen. Towns. Është lirë Berisha. Ashtron Smithin, Berisha gjen hapësirën për depërtuar, por jo edhe për të shënuar. Ikpe, Towns në ballore për 3, i shkurtër. Nuk ka pik, Bunjaku me një pasim për para për Dirk Williams. Bunjaku
Rovan shkoj vetë, Bunjaku nxjerr topin për Zekicin, i pa markuar për 3. Samir Zekici! 6 pikë për Samirin dhe loja që ndale tashmë me një time-out nga kryetrajneri Krashevec. Në 17 e bërësia 5 duke që treshë është ajo gjuajtje e Samir Zekicit. Përmirësohet edhe rezultatin e semaforsit e shtetit. 22-26, 2 minuta 4 sekonda lojë në pjesën e parë. Time-outi është i PES edhe me posedimin e topit pas time-outit të tjena ata. Sa doja dalë, skuadra e Bashkimit afrohet mëtej në rezultat në fund të kësaj pjese të parë, apo Peja do mundohet zeroj edhe mëtej e bërsin që tjetë edhe më komode në pjesën e 2. Towns ka pram Bunjakun, arrin kaloj gjysmë më fushën në kohë. Towns lirohet Berisha, heziton në gjuajt në mbyllet hapësira, është pauluar Berisha, dy gjuajt e tjera dhe tjenë për Dardanin. Nuk ka më faule për të në skuadra e Bashkimit. E Berisha me 10 pik. Nga 3 tentime nga të lirat ka shënuar 2 deritash Berisha, cili është edhe kushashnuesi më i mirë. Një ashtu ka dhe 3 rebounde edhe një asist. Berisha shënën në gjuajtën e parë të lirë 23-26. Sak Berisha në të dyte, 12 pik. Për shtetare në Sigal Prishtinës. Bunjaku. Smith. Sa ndrojtë në fund qërë topin për Bunjakun që provan për 3, nuk ka pik. Smith bën për para Bashkimin. Smith më pas me foul, plus 1. Ka shënuar Max Smith. Pika 3 dhe ti, era parë që e gjenje gjuajt e cak nga loja në parket. Si që rri në kuotër e 4 pikëve tashmë Smith. Ka bën në gjuajtën e lirë, Ikpe. Towns. Towns pasimi për Griciunas, qëfar për kode nga Copes. Max Smith. Arrin tashmong, Towns të më qënua në layup. Edhe pse me një litar më pak në mbrojtje. Në fani nësujmë skuadra Bashkimit, ja dhe qënën Smith. Një 5-0 seri tashmë nga ekipi Bashkimit, a 1 minut loj në pjesën e parë. Towns. Towns provan sulmaj, Towns kërkon kontaktin me Copes për shënuar. Marquez Towns, pika 7, ka dhe 5 asist dhe 2 rebounde. Smith, një floater, nuk shkon brenda. Copes bën për para. Bashkimi për shënuar nga mundësia 2, Derrick Copes. Pika 4, rebound i 4 të ofensiv guy. Ikpe. Ka faul në Ikpen, jo, dhe pikët të pranohen. Apo jo, Griciuna që ka interferuar. Dhe tjenë vetëm 2 gjuajt e tira për Tristan Ikpen. Duhet qarë që topi vetëm se kishte dalun nga harku i koshit, nga rreth i koshit. E Ukaj që do kthehet në parket, vetëm 2 tira do tjenë për Ikpen, cili pa 10 minuta në parket ka kontribuar me 2 asiste e 3 rebounde. Në 10 minuta loj, ullet edhe Berisha
Lojtari më i dalluar në ndeshje. Ikpe ka bën në çuartën e parë të lirë. Ka bën në të dytën Ikpe. Zekici me riban në mundësi. E ardhë për Bashkimin që ta mbyll me një epërsi më të ngushtë këtë pjesë të parë. Duhet që gjithë kohë e mbetur dhe tjetë me mysafirët. Wendell Green. 7 sekonda, më do të ndihmoj Copes. Lojnë e për një me Griciunas. Green, pasimi deviohet për Bunjakun. Bunjaku për Samir Zekicin. Kështu të mbyllet, 26-32 nuk ka treshën nga Zekici. E Tepeja më i dalluar i Dardan Berisha me 12 pik, 3 ribande, një asist. Loje mirë nga Griciunas me 8 pik. Loje mirë edhe nga Towns me 7 pik e 5 asiste në anën tjetër. E te skuadra Bashkimit 7 pik dhe Son Zeqiri si kështë ashtë më i dalluar. 5 pati Green 6 e Samir Zekici. Një pauzë prej 15 minuta mos u largonin në pret një pjesë e 2 8 interesante mes Pejës dhe Bashkimit të në Karegace të Pejës.